Një fshat të vogël në zemër të Tetovës, një shkollë me një emër të madh, Besa. Për dekada të tëra, shkolla në Veshall ka qenë më shumë se një ndërtesë me mure dhe banka. Ka qenë strehë e dijes, vendi ku ëndrat fillonin, ku fëmijët mësonin të shkruanin emrin e tyre dhe të jetonin me dinjitet. Sot kjo shkollë është mbyllur, jo për shkak të një pushimi veror. Është mbyllja e një shkolle në mënyrë të përhershme. Është një plag në trupin e një fshati që po zbrazet, një shkollë që po shuhet. Sot jemi këtu për të dëgjuar zërin e një mësuesi dëshmitar, kur nxënësit qeshnin në pushim, kur mësuesit u jepnin zemrë fëmijëve, dhe tani kur gjithçka është bërë kujtim. Kjo ditë ose ky vit është shumë i dhimbshëm për mua si drejtor dhe për banorët e fshatit Veshall, të cilët në shtator nuk do të ketë klasë të parë, përkundrazi, domethënë shkolla nuk do të cingroj zilen me të cilën ne jemi mësuar që 80 vite ose 8 dekada të cingroj dhe kjo të mbushet me nxënës të cilët do ta zbukurojnë këtë godinë. Cilët janë ato arsyet të cilët çuan në shuarjen e kësaj shkollës? Është mungesa e nxënësve, është mbështetja institucionale, migrimi apo ka ndonjë arsye tjetër? Shifej, tani për sa i përket kësaj pyetjes tuaj këtu ka të bëjë me shumë faktorë. Faktorët janë të ndryshëm. Është migrimi për një jetë më të mirë, jashtë dhe vendit, jashtë dhe në brenda në vend, domethënë në qytet. Të rinjt, domethënë nuk e shohin perspektivën brenda në fshat dhe nuk është investuar asgjë për ta ndërprer, domethënë këtë shpërngulje ose këtë tërheqje nga fshati. Dhe tjetra është lindjet të pakta ose shumë të dobta. Pastaj kushtet e vështira për mbijetesë dhe për gjetje të një vendi të punës që edhe të rinjt të socializohen në vendin e vet, këtu për shembull në fshatin Veshall. Mungesa e infrastrukturës dhe shumë faktorë të tjerë, por këto janë më elementare të cilët e preokupojnë këtë vend malor. Çfarë ka përfaqësuar shkolla Besa për fshatin Veshall ndër vite? A ka qenë më shumë se thjesht një institucion arsimor? Viti 1924 dhe 25, kur fillimet e para kanë filluar atëherë, e deri në vitin që e lam, shkolla Besa nuk ka qenë vetëm vatër e arsimit dhe dijes, por ka qenë vatër edhe e kulturës, edhe tubimeve të ndryshme kulturore, tubimeve të ndryshme të banorëve të cilët kanë pas nevoja për ndonjë farë lloj zgjidhje të problemeve. Mësuesja ka pas vlerën shumë të madhe. Banorët kanë ardhur dhe kanë kërkuar edhe ndonjë zgjidhje ose ndonjë ide për ndonjë mundësi apo ndonjë farë kuvendimi të burrave të asaj kohe. Domethënë nuk ka qenë vetëm një shkollë, ka qenë një vatër e kulturës, e traditës, e dijes, e tubimeve, domethënë më shumë se një shkollë. Drejtor, ajo që duan të dinë më shumë njerëzit është se si erdhi, domethënë deri te shuarja e shkollës ose paksimi i nxënësve. Mund të bëni një kronologji të shkurtër? Tani kjo pjesa e migrimit e bërit veten. Banorët e Veshallës janë njerëz të cilët janë marrë gurbeteve edhe më herët. Edhe ajo ka qenë një pjesë e cila, domethënë, nuk ka qenë vetëm se një prej kushteve, por kushtet tjera, si infrastruktura, domethënë, si mungesa e një vendi të punës, pastaj të rinjt mbas luftës së vitit 2001 nuk e shifshin domethënë vendin si një vend i perspektivës, i barazisë, i drejtësisë apo i gjetjes së një vendi që do të socializohet aty, por të rinjt veç se më e kuptuan se ky vend është i pabarazisë, i diskriminimit, i fatkeqësive dhe asesi i vendit punës apo zgjidhjes mbajtjes së familjes. Dhe pikërisht këto janë ato faktorët të cilët kanë bërë tërheqjen ose zhvendosjen e banorëve.
prej veçale në qytet dhe në Europë, po jo vetëm në Europë, po edhe në Azi, përfshirë këtu edhe shtete si Irak dhe Afganistan, dhe ato vitet pastaj e bënë të veten, e zhvendosën një pjesë të madhe të cili prej banorëve kishte pak mundësi, u zhvendoste në qytet që për një jetë më të mirë. E përmendet një fakt të dhimbshëm që shkolla më nuk do të pres fillorist, por çfarë do të bëhet me ata nxënës të mbetur? Tani kemi zgjidhjen edhe për atë nxënës që na kanë mbet, për shembull, vitin e kaluam, shtatorin e kaluam deri në nëntor, ne kishim diku 18 nxënës. 10 ishin të shkollës qendrore të Veshallës, atëherë qendrore, konkretisht periferike tani më e shkollës Reçicës Vogël, dhe 8 ishin të shkollës së Bozovcës. Ne, domethënë, bëm një zhvendosje shumë të kujdesshme, me hapat sigurt, bëm bartjen e nxënësve me financim nga shkolla, me transportin, domethënë, të organizuar prej anës shkollës, prej Bozovce deri në Veshall, dhe ato qëndruan një vit këtu, pastaj në nëntorin e vitit të këtij viti që shkoi, domethënë, nxënësit përsëri kur nxënësit e Veshallës u shpërngulën prej Veshallë, nuk mbet ndonjë nxënës në Veshallë, atëherë nxënësit u detyruan, nxënësit e Bozovcës, me një tërheqje shumë të vëmendshme, shumë të kujdesshme, pa dhimbje, pa i dëmtuar, domethënë, familjet, nxënësit, po edhe pse edhe jo edhe rrethin, i tërhoqëm përsëri në shkollën periferike të fshatit Bozovcë, dhe atë ditë e sot kur flasim, domethënë, nxënësit vazhdojnë të qëndrojnë në fshatin Bozovcë. Çfarë e bën shkollën të paharrueshme? Mund të ndani një kujtim të veçantë ose një histori që e bën të paharrueshme këtë shkollë? Unë kam shumë kujtime në këtë godinë. Domethënë, diku 25 vite punë, përvojë, por në veçanti do të jetë ajo e 70 vjetorit në vitin 2015, kur ne kemi festu 70 vjetorin, ka qenë gjithçka organizuar me nxënës, me prind, me arsimtar, kemi prit, domethënë, ministra, zëvendës ministra, kryetar komunash, deputet, edhe personalitetet tjera të vendit dhe të rrethit. Kështu që në atë ditë ne kemi organizuar dhe kemi tubu të gjithë shkollat e Malësisë, siç është për shembull e Bozovcës, fshati Bozovcës është periferike e shkollës tonë, pastaj të shkollës Jeta e Re, Recep Voka tashmë, Shqipkovicës, bashkë me Brodecin. Domethënë, i tubum të gjithë së bashku në shkollën tonë dhe kemi bërë një manifestim të mrekullueshëm, i cili do të përmendet dhe nuk do të harrohet, do të ngelet në historikun e kësaj shkolle. Dhe një tjetër rast është në vitin 2018, ka qenë kur u organizua lojra sportive nëpërmjet disa shkollave, domethënë u planifikua që të mbahet, diku korrik ishte, që të mbahen gara sportive domethënë në terenet tona sportive, nxënës nga fshatnat e Malësisë, po ashtu edhe personalitetet tjera me këngë, valle, kulturë, veshje tradicionale, me ushqime tradicionale, kështu me radhë. Prej vitit 2020 e këndej, domethënë, mbas pandemisë, kur filloi, domethënë, u pa se unë bëra një plan më shumë se 4 vjeçar për plan strategjik për zhvillimin e procesit dhe shpërnguljen ose zvoglimin e numrit të nxënësve, atëherë pam të arsyeshme që ne të bëjmë një hap tjetër dhe kërkuam nga institucionet kompetente si Ministria e Arsimit dhe Komuna që neve të na gjejnë një zgjidhje. Zgjidhja të jetë brenda komunës, dhe atëherë gjetëm një mirëkuptim të mrekullueshëm që është për ta përshëndet, si nga ana e ministrisë, ashtu edhe nga ana e komunës, dhe zgjidhja ishte afatgjatë dhe dinjitoze. Me ndërrimin e selisë, domethënë atëherë në vitin 2023, në qershor 2023, nga ana e Ministrisë dhe Komunës na ofrua bartja e selisë në shkollën tashmë Reçicës e Vogël, në shkollën Besa të Reçicës Vogël, dhe të gjithë arsimtarët, po them të gjithë,
janë të sistemuar, domethënë, edhe atje edhe në shkollat periferike. Drejtor, nëse do të kishit një mundësi që të drejtoheshit politikës drejt për drejt, çfarë do t'i thoshit? Do kisha lutë që mos t'jenë këto banor një fjali në një raport të një politike, po ne të shifet si mundësi dhe si zgjidhje. Ne t'i ndihmojmë këto banor. Këto janë zemra, këto janë burime, prej këtu rrjedh kultura, tradita dhe të gjitha, ne t'i shiqojmë arsimtarët si zemër, si burimi i dijes. Do ishte mirë që të kontribojnë ma shumë dhe ma shumë. Do me thonë, arsimi nuk është vatër për zgaravitje, po është vatër e dijes, kulturës, një popull nëse don ta ngresh, do me thonë, i duhet dija dhe arsimimi. Në një fjali, çfarë ishte shkolla Besa për ju? Ishte shpirti, ishte kënaqësia ose freskia e ime ditore. Në Veshall nuk do të bjerë mozilja, por ndoshta është koha të bjerë një tjetër lloj zileje, ajo e ndërgjegjes son. Sepse kur mbyllet një shkollë, nuk mbyllet vetëm një ndërtesë, por mbyllet një e ardhme. Kjo video është një dëshmi, një dhimbje dhe një thirrje.